Drejt për drejt, kemi shkuar natyrisht të raportojmë për çmimet, sidomos çmimet e specave. Si janë çmimet, Fatjona? Shëndetje Arban për ty dhe për të gjithë shikuesit e Kanal 10. Në fakt dim se viti 2025 në Kosovë ka filluar me një ngritje të çmimeve ku inflacioni në janar të këtij viti është rritur mesatarisht me 1.5% krahasuar me janarin e vitit të kaluar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në fakt në krahasim me janarin e vitit të kaluar, këto çmime janë rritur ndjeshëm për disa kategori të mallrave dhe shërbimeve, ku ndër produktet dhe shërbimet me rritjen më të lartë të çmimeve janë kafeja, çaji, kakao, vajrat dhe yndyrat, perimet si dhe shërbimet për transportin personal. Për shembull, nëse në vitin 2020 1 kilogram domate ka kushtuar 0.85 cent, në vitin 2024 ky çmim ka shkuar në 1.85 cent, 1 kilogram sheqer nga 0.70 cent në 1.21, por në fakt gjatë ditës së djeshme ne kemi vërejtur se nëse 1 kilogram speca kemi bërë një krahasim në vitin 2020 ka 1.39, atëherë kemi parë se në bazë të disa fotografive që kanë qarkulluar, 1 kilogram speca ka shkuar në 4.49 cent. Wow, si ishte kjo e kafes? Pushtetarë mobilizuan përmes... Po, pasaj do të flasim për këtë organizimin. Domatja the që ka shkuar €1 më shtrenjtë se sa në vitin e kaluar, apo? Me 0.85 Jo, se sa në vitin 2020. Okay. Jo, në fakt statistikat janë në vitin 2020. Në 4 vite, po, mirë. 4-5 vite. Në 4 vite, ka shkuar €1 më shtrenjtë 1 kilogram. Më pas e kemi edhe bukën. Po. E kemi edhe bukën në fakt që ka shkuar nga 0.35 cent në 50 cent, por këtë muaj kemi parë që në disa fura në kryeqytet buka ka shkuar edhe në 60 cent, ku e kemi edhe kafen në disa kafeteri të Prishtinës, ku çmimi i një kafeje shkon në 1.50 cent. Mirë, interesant në fakt këto statistika. Kafeja ishte, sa ka dalluar për 5 vite, sa është ngritur? Pra, me sa po e vrejmë, Fatjona, kafja, çaj, domate, kryesisht produkte të konsumit, apo këto që jemi duke i analizuar. Dhe të gjitha kanë shënuar në rritje. Po, vajrat, domatet, perimet. Po. Gjitha kanë shënuar në rritje. Por në lidhje me këtë... Mirë, a e dim çmimin në 2020 kilogramëve të specave? Sipas Agjencisë së Statistikës. Po, e thash 1.39 cent ka kushtuar. 1.39, momentalisht kishte shkuar deri afër 5 cent. 1.39 cent ka kushtuar në vitin 2020. Mirë, ka pasur një iniciativë për bojkotim të marketeve tek ne, apo të bojkotohen bleret, apo? Po, në Kosovë, pra, disa qytetarë mobilizuan me anë të një nisme quajtur Kosova bojkoton, që kishte për qëllim të bojkotonte të gjitha supermarketet në kuadër të çmimeve të larta. Pra, nismë kjo e cila fillimisht nisi në Kroaci, duke vazhduar kështu në Serbi, Maltëzi, Maqedoni të Veriut dhe Bosnia Hercegovinë. Në Kosovë bojkoti i parë, kujtojmë se ishte me 10 shkurt, por mobilizimi nuk ishte shumë i lartë, ndryshe nga Kroacia, ku qarkullimi i bizneseve ka rënë për 44%, në Maqedoni të Veriut për 46%, por në Kosovë vetëm 1% ka ra, pra qarkullimi i bizneseve. Megjithatë, kjo nismë ka plane të tjera me 15 mars datë, kjo që shënon edhe ditën ndërkombëtare të konsumatorit. Qytetarët janë ftuar që të bojkotojnë marketet si pasojë e çmimeve të larta, dhe ky do të jetë bojkoti i 4 për vitin 2025. Mirë, a ka pasur ndonjë feedback, a është vërejtur ndonjë efekt deri më tash, apo ende po vazhdon të vërtetë në nivel të organizimit? Do të ishte shumë interesant fakt ta dim nëse ka pasur ndonjë statistikë. Në fakt nuk është, po. Në bazë të asaj që ne kemi biseduar, pra edhe me iniciatorin e kësaj nisme, ka thënë që vetëm 10.000 qytetarë janë bashkuar kësaj iniciative. Deri më tash, të? Mirë, po në fakt po e shohim edhe tek faqja janë 9.800 antarë që janë bashkuar grupit Kosova bojkoton.
edhe nuk është ndonjë numër i madh. Më leni pak me pamje këtu nga ky ambient i mrekullueshëm. Urojmë natyrisht që të ketë një